Sot jemi mbledhur në një takim mirënjohje, do ta cilësoja unë, për të nderuar një akt fisnik, mbështetjen tuaj bujare, për ribotimin e librit të profesor Gjorgjit titulluar Ne Hasantasiнаsit, një vepër që i kushtohet historisë dhe shpirtit të gjimnazit Hasantasini. Për mua është një kënaqësi e veçantë që marr fjalën i pari, jo thjesht si ish Hasantasinas, si nxënës, edhe si ish nxënës i profesorit, por edhe për faktin që kam pas privilegjin në këto 10-15 vitet e fundit të kem shoqërinë, miqësinë dhe bashkëpunimin me ta. Prandaj, në këtë rast, unë fjalën e parë do thoja, ose urimi i parë është shëndet dhe jetë gjatë. Pse? Sepse profesori në këtë periudhë, një muaj parë, përballoi një vështirësi shëndetësore, të cilën e kaloi me sukses. Prandaj urimi i parë është shëndet dhe jetë gjatë. Fal edhe ndihmës mjekëve në Sarandë, por edhe spitalit në Athinë. Urimi i dytë është suksese për librin dhe urimi i tretë është gëzuar festën, profesor. 7 mars. Gëzuar të gjithë. Në lidhje me ribotimin me librin, unë do të them shkurtimisht disa gjëra. Kanë kaluar 12 vite nga ajo ditë e paharruar kur mes shumë ish nxënësve, kolegëve, miqve dhe qytetarë të Sarandës u promovua për herë të parë ky libër. Ideja për të shkruar këtë libër ishte qysh në vitet 80, por rreshtat e parë u hodhën në vitin 2004. Profesori mori mbi vete barën e bukur, por edhe të vështirë për të treguar rrugtimin 50 vjeçar të gjimnazit. Këtij tembulli dije që ka përjetuar suksese, sfida, ëndra e sprova, aktivitete artistike, gara sportive, stërvitje ushtarake, aksione punprodhuese. Pra, një histori e ndërtuar mbi përkushtimin e mësuesve dhe mbi energjinë e brezave të tërë të nxënësish, që arsimin e kanë parë si prioritet kombëtar. Botimi i parë u prit me shumë dashamirësi, vlerësimet dhe sugjerimet qenë inkurajuese, ndërsa libri për një kohë shumë të shkurtër, 3-4 muaj mbaroi. Kërkesat e vazhdueshme të ish nxënësve që nuk arritën ta siguronin librin, si dhe dëshira për ta pasuruar më tej historikun e shkollës, e shtyn profesorin që drejt ribotimit. Ky ribotim ruan si bosh variantin e vitit 2013, por vjen i plotësuar me saktësime, me fotografi të cilësisë më të mirë, me dokumente të ralla të zbuluar ndër vite, si dhe me kapitull të rinj. Për shembull, kapitulli 6, që titullohet Hapësira të reja, vizionit të reja, pasqyron rrugën e shkollës në 15 vitet e fundit, 2015-2025, ndërsa kapitulli i 7, 65 vjet suksese, është pasuruar me të dhëna të reja statistikore, me emra nxënësish, mësuesish, drejtuesish që kanë lënë gjurmë në veprimtaritë kombëtare e ndërkombëtare. Sigurisht që puna nuk ka qenë e lehtë, pasaktësitë dhe dokumentacioni veçanërisht në emra nxënësish kanë krijuan vështirësi dhe vazhdimisht, domethënë me profesorin diskutonim këtë, aq më tepër që ky është edhe shumë skolastik dhe shumë korrekt në këto, nuk të fal. Kupton? Dhe këtu është vendi për të thënë që këto pasaktësi në dokumentacion, veçanërisht në emra nxënësish, krijuan vështirësinë një tregues se kujtesa institucionale kërkon kujdes të vazhdueshëm. Megjithatë, fal këmbguljes së tij, karakteristike kjo për profesorin, dhe bashkëpunimit edhe me drejtuesit e shkollës, ky ribotim erdhi më i plotë, më i pasur dhe një përfaqësues dinjitos për historinë e gjimnazit. Po mbi të gjitha ky libër u bë ajo që ka rëndësi sot, edhe për cilën jemi mbledhur, u bë i mundur fal jush, fal familjeve, ish nxënësve dhe qytetarëve të Sarandës që kontribuan financiarisht për ta bërë realitet këtë ribotim. Pra, ky akt nuk është thjesht një mbështetje materiale, është dëshmi e lidhjes së fortë shpirtërore me shkollën, me kujtimet, me mësuesit dhe me rrënjët tona. Tani mua më krijua rasti dhe mundësia e parë që t'ju falenderoj të gjithëve përzemërsisht për këtë kontribut. Por
Ky takim është një shenjë mirënjohje dhe respekti për secilin prej jush. Tani unë fjalën do t'ja jap me kënaqësi profesorit që të ketë fjalën e përshëndetjes për ju. Së pari ju falenderoj që ju përgjegjët tekstës tonë. E kisha tepër me radhë që ta realizoja këtë dhe në momente më të vështira, domethënë. Me optimizëm e shikoja, po prapë vija ndonjëherë në dyshim që a do t'i umblidhja edhe një herë këtu për këtë libër, se ky libër nuk është imi, ky është libri i 6700 maturantëve që kanë mbaruar gjimnazin a Santasin, është libri i mbi 300 e ca mësuesve që kanë punuar në të shkollë, është libri i të gjitha familjeve sarandiote që me të vërtet e kanë dashur arsimin. Dhe kur presidenti i Republikës para 2 vjetësh vizitoi muzeun, para nxënësve deklaroi më vonë që hamabitur që një qytet si Saranda pas ka dhënë kaq kontribut këta dhe ndërtuan një muze të tillë që nuk e kishte parë. Libri do dilte në vitin 2020 për shkak të pandemisë, nuk u bë 60 vjetor i shkollës dhe mendova ta bëja, kisha hedhur rreshat e para, ta bënim në 65 vjetorin që prapë nuk u festua. Unë ndërpre për një dram familjare, nuk më punonte më dora, dhe pas 2 vjetësh, nën kujdesin edhe kërkesat e shokëve, kolegëve të familjes, ju rikëthyem bashkë me Evangelin dokumentarit që edhe ai kishte ngelur në mes, dhe pastaj këtë vit që kaloi, punova intensivisht për ta prur në 65 vjetor këtë botim. Por mbyllja e saj ishte me të vërtet një punë e madhe, po i them vetëm kaqja që vetëm Gjirokastër kam shkuar 21 herë për ta formatuar librin. 21 herë. Këta qeshin dhe mbanin atje. Për ta botuar më ndihmuat juve. Dhe është vepra juaj që pa dritën që secili të shikojë rrugën 65 vjeçare të këtij gjimnazi. Institucionet je kanë për detyrë, ja them kështu dhe s'ka pse mos ta them, na kanë kthyer krahët, po i them atje se tash kam vetëm Sofikën këtu nga shkolla, që është i vetmi institucion, Gjimnazia Santasin, që s'ka asnjë libër në Santasinas, ka vetëm muzeu që kam shuar unë. Edhe ajo e di se çfarë heq për të kërkuar një fond edhe një gjë tjera. Po vetëm një gjë duhet të dinë ata njerëz, këtu do vinë e do ikin shumë në drejtim edhe në të tjera funksione të tjera. Po do të harrohen shumë. Kurse ky simbol i qytetit Sarandës, që ka emrin në Gjimnazia Santasin, do të rrojë përgjithmonë. Unë dua të ngraj një dolli për juve që keni ndihmuar jo vetëm mua personalisht, po keni ndihmuar qytetin e Sarandës. Bëj një falënderim pavarësisht se mungojnë shumë veta, se janë edhe në vende të tjera, janë gati edhe 20 të tjerë që duhet të vinin sot. Falenderoj dhe shtëpinë botuese Triptik të Vlorës që ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Falenderoj 2 miqtë e mi që kam në shkronjën e Gjirokastës që morën përsipër formatimin, ata nuk i kemi sot, dhe të gjithë nxënësit, pedagogët të cilët kanë kaluar nga dyert atje. Nuk ma merrte mendja 60 vjet përpara, kur ngjita shkallët e atij gjimnazi, që pas 60 vjetësh do të isha unë që do të bija një histori të këtij institucioni. Po ja që nganjëherë edhe ato ëndra bëhen realitet. Ju faleminderit edhe një herë. Hapeni tash edhe hipni. Hipni. Hapur, janë të hapura. Deni me dhe pak, sa për ashtu. Gjithë mira.
Jetë mirë. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit. Gjogje, shëndet. Faleminderit. Unë gjithë të mira. Pa përsërit? Okej. Gëzuar të gjithëve. Shumë urime. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë të mira. Gjithë të mirat. Jo, uroj të gjithëve. Faleminderit. Po merë, ullën edhe ju atje, tash e ullën e ju. Gëzuar dhe shëndet. Faleminderit. Gëzuar, shëndet. Arani. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ogen se ullo ti ma, ogen se ullo. Gjojo, hajde gëzuar. Të paqim. Jetë të mira. Shëndet zënë. Jetë të mira. Qëko kam që së kam? Gjogje, ndoshta nga që unë jam i Dhe të mujt, respektojnë që këtë. Ju nuk jeni huaj. Për ata që nuk më njojnë, unë jam Petrit Stef. Një njëri marrë me sport. Po, Miki Gjogjit, i orëve të para, me gjimnazin Hoxha Tasim, duhet t'i them 3-4 fjali që të kuptojt mirë pse unë dhe Gjogji jemi miq shumë të ngushtë, të rrallë. Unë kam ardhur në rreth datës 18 mars të vitit 1968, mësues në Hoxha Tasim, matematik. 23 vjeç e 3-4 muaj. Shumë i ri, shumë i papjetur, shumë i paditur për mësuesin, dhe ndër mësuesit e mi të parë, përveç atyre që ishin në trajtën e një akademiku, si Vasim Partali, Thomas Shara, Bardil Gjama, e ca të tjerë, Eleko Trëndafili, Niko Nika. Gjogji ishte dhe miku i jem. Kjo do të thotë se mësimet i merja për çdo minutë. Nga Gjorgji. Nga Gjogji. Kjo do të thotë që nëse po dhe hapa të para se mësues, ky është Gjogji. Miqësia vazhdon me intensitet gjithmonë më të lartë. Derisa në rastin e fundit të sëmundjes në Asin, mund do ta merja 3 herë në ditë. Tash kthehemi tek ju. Unë e mora fjalën për ju, për të thënë disa fjalë ju. Ju jeni njerëz shumë fisnik të këtij qyteti. Sepse keni mbështetur financiarisht një vepër e cila i shërben qytetit. Një vepër e cila është një dëshmi e qytetit. Ka shumë njerëz që bëjnë sponsorizime dhe ata janë njerëz shumë fisnik. Bje fjala një roman të X-it të Y-it. Por nëse është fjala për libra të cilat tregojnë historinë, janë dëshmi për ngjarjet e një qyteti, ato nuk i përkasin autorit. Kështu për shembull ne kemi 2 këtu. Unë sapo lexova dhe një libër të
Vangela Gorës, i cili gjithashtu flet për gjithë lëvizjen artistike në këtë shkollë. Më tha që është gjithë historia e kohës së estradës, që nga koha e unë nuk e kam arritur Taqo Lepuri, nuk e di sa të vjetër jeni ju. Fëma Milan. Ai ka strukturën më. Do më Fëmaj ka qenë këtu në të ketë ardhur 1-2 vjet para ne. Pra kam përjetuar atë jashtë. Me këtë duhet të them që shikoni që keni bërë. Ju nuk keni mbështetur një njeri që ka një roman, japi idetë e tija, disa e pëlqejnë, disa s'e pëlqejnë, edhe të dy palët kanë të drejtë. Këto janë dokumente për kësaj shkolle, dhe kjo ishte një shkollë shumë e çuditshme. Edhe unë kam mbaruar shkollë të mesme në Vlorë, edhe njoh shkollat e mesme të qytetit të Vlorës. Po ishte e çuditshme në këtë shkollë. Këtu bëshi Faleminderit. Shumë kampionate faleminderit. basketbolli midis klasave. Këtu bëheshin olimpiada matematike midis klasave. Bile në libër, unë pas që kishin një 2 fotografi ku jam dhe unë atje, ato olimpiadat i bënde qoqë, ku isha një derivat i thjeshti, i vogël atje një ndimës, po, i qoqë i bënde, po bëheshin nga këto gjëra. Ndërkohë, ishte koha që kishte ardhi mos disdari këtu, duhet ta mbani mend ata që janë të vjetër, me koncerte, kore, shumë gjëra bëheshin në këtë shkollë. Ishte e çuditshme, ndryshe nga shkollët të tjera. E kjo duhesh dëshmuar, duhesh të mbetesh në histori. Dhe këtë e bëri Gjoxhi, po Gjoxhi nuk e bënte dot pa ju. Ai pak shkarazi e përmendi që ata që duhet ta mbështesin këtë, që thjesht janë organet të pushtetit vendor, ata duhet ta mbështesin, ti mbështesin libra të tillë, se janë të qytetit. Ata nuk e kuptojnë, nuk e mbështesin këtë gjë. Unë marr guximin të them si qytetar i lirë që kaq aftësi intelektuale kanë. Pa çka se janë në një karrige pushteti. Ju që mund mos jeni me universitet, mos jeni me mastera, mund mos jeni me doktoratura, keni mbështetur një libër, apo mund të mbështeteni edhe të tjerë që kanë kaq vlera për qytetin. Në këtë pikpamje them, ju jeni shumë të nderuar dhe të rrallë. Ju uroj të gjithëve shëndet. Sot jam drejtuesja e gjimnazit, që më të përmendim si Gjoxhi. Unë do t'i them mësues, se kështu e kam pas mësues. Filles t'ju them të drejtën, mundohem të ta imitoj në shumë gjëra që i kam në kujtesën time fotografike. Sot jam në këtë pozicion. Dëgjova aty jashtë që dikush tha e ka titullin qytetar nderi mësues Gjoxhi, dhe u tha jo. Në fakt s'ka nevojë për atë letër që thamë nga pushteti vendor, s'ka nevojë fare, sepse qytetar nderi mësues Gjoxhi t'ja kanë dhënë brezat e gjithë që kanë nxjerr, por qytetar nderi vazhdojnë t'ja japin gjithë familjet sarandiote, të cilat konkretizohen këtu në këtë libër Ne Hasan Tasinasit, sepse e them me mburjen Ne Hasan Tasinasit. Dhe unë e di punën e madhe që është bërë, përpjekjet e mëdha, na ka ngela i projekti 65 vjetorit që nuk e festuam dot, e kishim me shumë dëshirë të madhe, të dy, duke qenë Hasan Tasinas, duke qenë Sarandios, por nuk e realizuam dot. Megjithatë, kjo nuk ka problem. Nuk varet nga ne. Juaj. Më falni, po ju çfarë jeni tash? Drejtoresha. Drejtoresha e shkollës. Tash e ka një vit. Nuk u prezantuat e ju. E tha. Jam drejtuesja. E thash. Mirë, s'ka problem. Dhe unë ju uroj shëndet të plot, mbarësi, sepse ne do festojmë për vjetorin tjetër. Se cili mund të bëjë vete, tash kaqja ishin këto. Kush ka për të treguar do një gjë, mund të tregoj. Mund të hani tash, mund të.